Po, ndërkohë, sepse po mundohem me i marrë krejt pyetjet edhe shqetësimet e njerëzve që edhe na kanë shkruar. Është një trend që ndoshta dikur ka qenë vetëm tek gjinia e femrave, tash edhe djemt po e praktikojnë, largimi i çimeve të brendshme të hundës. A mund të dëmtohet diçka pjesa e kanaleve ose të frymarrjes ose atëherë kështu. Tek largimi i çimeve të hundës mund të ndodhë qofse nuk bëhet në mënyrën profesionale si duhet. Duke dezinfektu hapësirën ku kemi vepru, edhe përdorimi i mjeteve jo të pastërta, atëherë mund të ndodhë se do të kesh ndonjë infekcion të rrënjës së folikulit. Edhe këto infeksionet din të përkesohen ende më shumë duke jap një infekcion në pjesën e hundës, të cilën ne e thirrim si vestibullit. Ndodh shumë shpesh, ka raste kur din këto më bë. Pastaj duhet fillohet trajtimi me antibiotik në rastet kur nuk keni tërheqje ose përkësim matutje, duhet me bën një incizën drenazh të infeksionit. Rekomandimi kush do që planifikon ose procedon këto të bëhet në mënyrë sa më sterile, më pastërt, punohet që mos të kemi mjetet jenë të dezinfektuar, që mos të vijmë deri te kjo gjendje. Sidomos janë disa aparatura që i dhon shumë tërheqjen çimet e hundës. Kjo hala më shumë mund të jetë rrezik. Hala më shumë sjell rrezik. Kështu që mos ta praktikojnë, sepse ndoshta është praktike thjesht, por shumë e rrezikshme. Se unë tash është trend i të dy gjinive momentalisht, mirë që e mbajmë veten, por kemi kujdes edhe për shëndetin. Pastërtia dhe higjiena është pjesë e jetës dhe duhet ta kemi të gjithë, mirë po në mënyrë të kontrollueshme, jo në mënyrë të pakontrolluar. Po.